kafja si një zakon tipik i yni. Nuk na largon kollajin nga kafja. Ka ndikim në hormone? Po mund të ketë, sepse niveli i lartë i kafeinës në gjak është i dëmshëm. Kafeina vetë si përbërës në limitet e duhura, pra 1-2 kafe në ditë, nuk konsiderohet e dëmshme. Madje ka studime që vërtetojnë që kafeina ka dhe benefite në sistemin nervor, në kujtesë, por sasia tepërt e kafeinës, pra konsumi i tepërt i kafeinës, patjetër që bëhet një komponent i dëmshëm për organizmin dhe për funksionimin e mirë të hormoneve, sepse nxit nivelin e ankthit, e vendos organizmin në presion për të prodhuar më shumë kortizol për të menaxhuar këtë ankth, dhe kemi boll stimulant të jashtëm. Duke konsumuar kafeinë ne i shtojmë organizmit edhe një stres më shumë dhe vendosim atë në probleme më shumë, kështu që të mos abuzojmë. Edhe ushqimi bëhet, nëse është mbi normën, patjetër që bëhet i dëmshëm.